Jeta reale do thoya se është krejtësisht pak më ndryshe nga ajo çka ne mësojmë në për ligjërata në auditor, sepse në jetën reale duhet të jesh shumë më shumë kreativ edhe do thoya i përshtatshëm. Përshëndetje të dashur miq të Open Mic dhe mirë se po takohemi përsëri së bashku këtu në studio, duke shpresuar që jeni sa më mirë dhe jeni duke ja kaluar sa më bukur. Do të flasim sot të dashur miq përsëri mbi një temë rinore dhe mbi një temë studentore. Do të flasim sot me një student i cili studion komunikim ndërkombëtar dhe me të do të flasim mbi atë se si të rinjt ose se si studentët do të thoya gjejnë veten në këtë drejtim, mbi ato bukuritë që ka ky drejtim apo kjo fushë, kjo lëmi, por njëkohësisht edhe mbi peripecitë që hasin të rinj dhe studentat në këtë fushë. Jam shumë e lumtur që e kam sot në studio Gajur Mehmeti. Gajur, mirë se na erdhe. Përshëndetje Mirajete, faleminderit shumë për ftesën. Fakti është një kënaqësi të jem sot pjesë e podcastit Open Mic. E vlerësoj shumë kohën tënde Gajur. Patjetër, faleminderit dhe juve. Gajur, mund t'ja nisim kështu, mund t'tregosh si është përvoja ose mbase ndjesia që nurit një student i komunikimit ndërkombëtar në vendin tonë, në Maqedoninë e Veriut, ku e dim që jemi një vend ku kemi shumë gjuhë, kemi shumë kultura dhe shumë identitete. Po në fakt, unë përvojën time si një student i komunikimit ndërkombëtar, do ta përshkruaja si një ndër eksperiencat më të vlefshme dhe vërtet shumë interesante. E them me plot bindje këtë. Sidomos në Maqedoninë e Veriut, një vend kaq i vogël do thoja, po me një bashkëjetesë të shumëdhëshmërive të gjuhëve, kulturave, identiteteve të ndryshme dhe besoj se kjo shumëdhëshmëri bën edhe pjesën e studimit shumë herë më interesante. Jo vetëm që mësojmë në përditshmëri nga librat, po mësojmë edhe nga bashkëstudentët që na rrethojnë çdo ditë. Mësojmë diçka të re, diçka interesante, një kulturë të re dhe sa e rëndësishme është të dish për një kulturë të re dhe të mësosh për një kulturë të re, sidomos për një student i cili studion komunikim ndërkombëtar. Pra mund të themi që nuk është asnjëherë e mërzitshme. Jo, asnjëherë e mërzitshme, jo. Përkundrazi, shumë interesante. E kuptoj. Cilat mund të themi që janë ato sfidat ose ato problemet që studentët në këtë drejtim, në këtë fushë më së shpeshti ose më së shumti i hasin, qoftë nga, ku e di, ato akademike, por edhe mbase nga ato praktike të përditshme. Po, siç thash, të studiuarit komunikim ndërkombëtar në Maqedoninë e Veriut është mjaft e vlefshme, po ajo shumëdhëshmëria që e ceka që sjell ato benefitet, ato gjërat interesante që mëson bashk, sjell edhe disa sfida, do thoja. Sjell edhe disa sfida sepse të punosh me njerëz të cilët vinë nga kultura të ndryshme, kanë një të menduarit të ndryshe, besoj se është pak sfiduese dhe mendoj se duhet të ketë një tolerim të madh, një mirëkuptim, edhe do thoja një aftësi për të punuar me njerëz të cilët vinë nga kultura të ndryshme. Pastaj sa i përket pjesës akademike, do thoja që një sfidë që hasin studentët është kuptojnë literaturën dhe konceptet ndërkombëtare dhe të shohin se çka ndodh me atë tu tek ne, domethënë të bëjnë një lloj krahasimi, do thoja, po. Po për anën praktike do thoya që studentët duan sa më shumë hapësira reale, ku ata mund ta bëjnë pjesën e tyre praktike sa më të pasur. Projekte të përbashkëta ku mund të kontribuojnë në shumë mënyra të ndryshme që normal pjesa e tyre praktike të bëhet shumë herë më e vlefshme dhe më e mirë. Po fatmirësisht unë vi nga Universiteti i Europës Juglindore dhe vërtet universiteti ynë ofron shumë për këtë pjesë. Madje do të cek edhe një nga projektet të cilët ne të dy bëjmë pjesë aty në projekt. Jemi kolegë aty, po, është projekti Challenge EU dhe jemi edhe ambasador të studentëve në atë projekt, gjë që është mjaft e vlefshme dhe mjaft e rëndësishme. Patjetër. Projekti Challenge EU është një projekt i madh, shumë interesant, ndërlis studentët tanë me studentët europian, sepse projekti ka edhe 8 universitete tjera europiane aleat, dhe sa e bukur dhe sa e mirë është kjo që të bashkëpunojmë bashkë me studentë të ndryshëm që vinë nga shtete të ndryshme, të krijojmë diçka bashkë, diçka të mirë, diçka të vlefshme. Po përveç kësaj, universiteti ofron edhe shumë
mundësi dhe iniciativa tjera ku studenti mund të kyçet edhe ta bëjë provojën e tij praktike sa më të pasur. Ti e përmende universitetin nga ne të dy Vim, por në një kontekst më të përgjithshëm mbi edhe universitetet tjera, ashtu nga ajo se si ti e sheh, domethënë si mendon universitetet në vendin ton a ofrojnë një nivel më të lartë të arsimimit ose më të kapshëm për studentët që studiojnë domethënë komunikim ndërkombëtar? A ju japin ato mundësitë që në të vërtetë ju nevojiten studentëve? Po shif, unë mendoj se apo kemi ende mungesë ose në këtë drejtim? Ta them kështu, mendoj se universitetet në Maqedoninë e Veriut po përpiqen të ofrojnë një arsim bashkëkohor sa i përket komunikimit ndërkombëtar. Domethënë përpjekja është Universiteti ku vi unë, do e përmend përsëri, Universiteti i Evropës Juglindore, ka një qasje të hapur ndaj studentëve, sepse unë nga ai universitet vi dhe atë di më mirë të tregoj eksperiencën. Ka një qasje të hapur ndaj studentëve dhe mendoj se ofron për të mësuar teori edhe praktika bashkëkohore. Fatmirësisht ka edhe shumë iniciativa tjera, edhe shumë mundësi tjera ku studenti mund të kyçet dhe të bëjë provojën e tij sa më të pasur në këtë aspekt, po mendoj se shif, gjithkund ka vend, ka hapësirë për diçka më të mirë, për diçka më ndryshe, për diçka më efikase në dobi të studentit. Po edhe me kaq sa na ofrohet mira jetë, unë kam biseduar edhe me bashkolegët e mi, kam biseduar edhe me kolegë dhe miq që kanë mbaruar studimet edhe veç më tash janë në dalje në terren, mendoj se ne si student jemi të përmbushur, edhe jemi të trajnuar në një mënyrë sa më efikase për ne. Po normal, gjithmonë qëndron ajo se mund të bëhet më mirë, po mund të ketë diçka më efikase. Gajur, si e ndjen raportin e mes teorisë dhe praktikës në këtë lëmin tënde, do të thoya të komunikimit, të komunikimit ndërkulturor në theks të veçantë, duke u nisur nga ajo pjesa e teorisë, nga ajo çfarë mësojmë dhe dëgjojmë në auditore nëpër klasa, e duke kaluar nga pjesa praktike, raporti, domethënë komunikimi ndërkulturor në jetën e përditshme? Po tani, ajo që mësojmë në për ligjërata, që mësojmë në universitet, ajo është më e dobishmja. Normal sepse ajo është baza, domethënë është kyçja çka ne duhet të dimë për komunikimin ndërkombëtar. Po pastaj kur kthem pak kartën nga ana tjetër dhe ballafaqohesh me jetën reale, e shef se jo gjithçka është siç është e thënë nëpër libra. Domethënë jeta reale është krejtësisht ndryshe dhe po mendoj se studenti nëse në jetë reale bashkëpunon me studentë të ndryshëm, komunikon me studentë të ndryshëm dhe përfaqëson diçka të mirë bashkë, të përbashkët, mendoj se studenti automatikisht bëhet më i aftë në këtë lloj aspekte, si në pjesën praktike, si pastaj nëse përdor edhe atë pjesën teorike që e mëson. Po jeta reale do thoya se është krejtësisht pak më ndryshe nga ajo çka ne mësojmë në për ligjërata në auditor, sepse në jetën reale duhet të jesh shumë më shumë kreativ edhe do thoya i përshtatshëm. Them përshtatshmëria sepse përshtatshmëria është ajo e cila bën njeriu që edhe një çështje ta ketë më të mirë ndaj diçkaje, edhe botën përreth ta kuptoj në një mënyrë më të mirë. Dhe kreativiteti normal, qëndron se çdo kund ku përdoret një lloj kreativiteti, gjithmonë del diçka më e bukur, diçka më e mirë, më e vlefshme, do thoya. Gajur, gjatë viteve të fundit kemi hasur shpesh herë do të thoya më shumë tensione etnike në vendin ton, në diskursin publik dhe të gjerë. Si do ta ndërlidhje ti këtë me komunikimin? Si të rinjtë në këto raste komunikojnë në përditshmëri dhe në çfarë raporti janë gjatë përditshmërisë në kësoj situata tensionuese, mbase do të thoya? Po unë mendoj se tensionet etnike ndikojnë në mënyrën se si të rinjtë të komunikojnë mes tyre. Ndoshta ne shpesh kemi për të thënë shumë, ose duam të flasim shumë çka, po gjithmonë me atë tërhiqjen mos themi diçka të papërshtatshme. Po si e kam vretur unë, mendoj se dal nga dal ne si gjenerat jemi duke e tejkaluar këtë fazë. Jemi duke e tejkaluar këtë fazë sepse mendoj se jemi më të mirë në të dëgjuarit me njëri tjetrit dhe jemi më të mirë në pjesën e mirëkuptimit. Edhe kjo bën që ne edhe të pranojmë edhe ndryshimin që ndodh, edhe fakti edhe ndryshimi duhet të shihet si diçka e mirë që ndodh edhe jo diçka që na ndan. Dhe mendoj se përderisa një gjenerat pranon ndryshimin dhe shef ndryshimin si diçka të mirë, mendoj se veçmë është e dukshme se jemi duke ecur disa hapa përpara, po përsëri çështjet etnike janë gjithmonë sensitive kur fliten dhe
si di jam pak. A mendon nga ju që komunikimi ndërkulturor në këtë aspekt, ose mbase komunikimi në përgjithësi, po kryesisht komunikimi ndërkulturor, ndihmon që të krijoj ura bashkëpunuese të shëndetshme mes palëve të ndryshme? Në fakt unë mendoj se mënyra më e mirë për të krijuar ura bashkëpunimi apo mirëkuptimi është komunikimi ndërkulturor. Të bësh projekte së bashku me njerëz të ndryshëm, të kontribuosh në gjëra të mira dhe në gjëra të vlefshme. Mendoj se nëse ndodh ky lloj bashkëpunimi, edhe tensionet disi fillojnë të bien vetvetiu. Dhe tensionet disi pak mendoj se dal ngadalë është duken. Afrohen njerëzit më shumë, absolutisht. Përse zakonisht tensionet mirajet lidhin nga fakti i mos të komunikuarit. Mos e folura sjell edhe tensionet. Po mendoj se sa më mirë dhe sa më efikase do ishte sikurse ne edhe të krijonim hapësira shembull ku mund të takoheshim, qofshin ato në për shkolla, në projekte lokale, apo edhe në për media, pse jo, se sot e dim ne se sa pesh kanë mediat edhe sa shfletohen nga gjithë në përditshmëri, sidomos rrjetet sociale, ku mund të shpërndajmë vërtet shumë gjëra frymëzuese. Po, nëse do merrja shembull vendin tonë, Mirajet, do thoja se vendimarrësit tanë duhet të jenë shumë më transparent edhe më korrekt në atë se çka transmetojnë, se fundja ne jemi shtet multietnik dhe nuk është një garë se cili është më i miri dhe cili është më lart se tjetri. Ne jemi të barabartë dhe vetëm në këtë lloj mënyre, në një bashkëpunim të përbashkët, mendoj se ne do ja arrijmë edhe qëllimeve dhe synimeve tona. Njëra prej atyre e cila është integrimi në Unionin Evropian, se në fundja kështu arrihen gjërat, edhe nuk është se komunikimi ndërkulturor është vetëm të flasësh diçka, të flasun diçka se kam për thënë diçka. Është edhe ajo pjesa që ne shpesh herë edhe harrojmë se duhet të dëgjosh, madje të dëgjosh me kurreshtje dhe me një vëmendje të madhe, sepse këto dy plotësojnë njëra tjetrën, shkojnë paralelisht bashkë. Bëjnë atë plotësimin e nevojshëm. Bëjmë plotësimin, patjetër, normal. Gajur, të kthehemi pak edhe nga këto shumë punët e tjera që ti bën si student. Mund të flasësh pak për revistën studentore, ku ti ke qenë pjesë e saj kryesore, do të thoja, ku më së miri do të na flasësh për rolin tënd. Si lindi ideja mbi revistën studentore? Po në fakt ideja për revistën studentore lindi nga fakti se revista ekziston në universitet, edhe çdo studenti të jepet mundësia nëse do të marrë të krijoj diçka, të përfaqësoj diçka të bukur për komunitetin, mundësia jepet. Ne këtë mundësi e morëm bashkë me kryeredaktoren e revistës, e cila është Elza, një kolege dhe një mike imja e afërt. Kemi punuar bashkë të dy, kemi punuar bashkë edhe me student, dhe them drejtën, të punuarit me student ka qenë një ndër eksperiencat më të mira tani deri. A ishte vështirë Gajur? Sfiduese? Janë edhe ato sfidat, po do e potencoja si një ndër eksperiencat tim më të mira në historinë time universitare. Pse? Kemi pasur ato takimet të përbashkëta, që kemi ndarë ide kreative bashkë, kemi pasur edhe ato debatet miqësore, konflikte do thoja, po ato duhen, Mirajet, ato duhen pak që ne të reflektojmë punën që e bëjmë, që dalë një punë sa më e mirë, sa më e vlefshme. Po normal, unë mendoj se ky bashkëpunim që e kemi bë, edhe na rrit neve edhe profesionalisht. Patjetër, po. Edhe si iniciativa, do të thonë, lindi nga fakti se ne donim të merrnim, të krijonim diçka të bukur, të krijonim diçka të mirë, diçka që përfaqëson më së miri komunitetin tonë, diçka që përfaqëson studentët në mënyrën më të mirë, dhe kryesorja qëllimi ishte që zëri i studentit të dihet i dëgjuar nga platforma që ne mundsonim, nga revista. Pra mund të themi që ajo ka qenë ajo fryma e re ose ndryshe universitare që ju keni dashur të sjellni, që zëri i studentëve të jetë i dëgjuar edhe në një diskurs publik më të gjerë. Patjetër, do të thënë ajo është ku një vend, një hapësirë ku studenti ndihet i lirë, mund të flasë çfarë të dojë, pa filtra, pa cenzurë, të shpërndajë idetë e tij, ndoshta të tregojë edhe nga historitë personale, diçka, pse jo? Revista është një vend shumë i rehatshëm, ku studenti mund të shpreh lirshëm, sepse i jepet mundësia të shpreh lirshëm. Çfarë keni trajtuar kryesisht në revistë, ose mbase diçka që mund të themi e keni hasur si mungesë në media tradicionale? Po
besoj se ne në revistë kemi trajtuar tema që shpesh ndoshta nuk u jepet hapësira nëpër media tradicionale, qofshin ato si përmenda problematikat e studentëve apo qofshin historitë sado personale të jenë, të vogla, po sidoqoftë me vlerë shumë të madhe. Ne jemi munduar vazhdimisht që ta bëjmë qartë që një tekst le të jetë i shkruar nga studenti, autori, në mënyrë sa më reale, të shfaqë diçka të mirë, të shfaqë diçka të bukur, diçka motivuese dhe pse jo nesër kur të shfletohet edhe nga një student tjetër, të ngelet edhe pala tjetër e frymzuar dhe të thotë se mendoj se zërim po dëgjohet edhe nëpërmjet këtij lloji teksti, nëpërmjet kësaj platforme, sepse e gjitha kjo qëllimi ishte që zëri i studentit të dëgjohet. Dhe ne mundohemi maksimum që studentët të ndihen komod edhe të flasin për çfarëdo lloj teme, mendojnë se ato mund të jetë mirë për të folur. Qofshin ato problematika studentore, qofshin kritikuese, siç thash, qofshin edhe histori personale, pse jo? Do të thënë është thjesht një vend i rehatshëm. Ndjen të lirë, të ndjen të dëgjuar ose të ndjen të dëgjuar, do të thënë ajo është më kryesore që një student të ndihet i dëgjuar. Edhe mendoj se revista e mundson në këtë aspekt, që studenti të dihet i dëgjuar, dhe mendoj se ne ja arritëm qëllimin. Mbas punës që e bëm, u botua revista, edicioni 28 në fakt edhe edicioni 28, po është edicioni 28, jemi duke punuar në edicionin 29. Do jesh domethënë përsëri pjesë. Përsëri, po, edhe domethënë edhe një revistë tjetër që është duke u punuar dhe domethënë nuk ishte kënaqësi më të madhe kur morëm ato levdata nga stafi akademik, patëm edhe një promovim të vogël që u mbajt në kampusin e Tetovës dhe besoj që ishte një kënaqësi e madhe që puna jon po merrej parasysh edhe domethënë po duar trokitje mbasi. Absolutisht. Domethënë fundja ne atë prisnim. Levdatat, po normal që vinë levdatat ka pas edhe kritikat edhe ato gjërat, po besoj na bëjmë të reflektojmë edhe kritikat edhe të bëjmë një punë ende më të mirë edhe në edicionin e 29. Edhe më të mirë. Një version krejtësisht ndryshe. Gajur, mund të tregosh ti domethënë je student i komunikimit ndërkombëtar. Cili është roli ose a kanë një rol të veçantë studentët e komunikimit ndërkombëtar mbase në mënyrën se si dialogohet ose si përballen çështjet komunikimit ndërkulturore etnike në vendin tonë? Në fakt unë mendoj se studentët e komunikimit ndërkombëtar kanë një rol shumë të rëndësishëm sa i përket dialogeve, bashkëjetesës etnike, sepse fundja ne si studentë edhe këtë mësojmë. Merremi gjithmonë me këto lloj temash, flasim për këto lloj temash dhe mendoj se përderisa bën këto lloj bashkëpunimesh, mënyra më e mirë që ne të tregojmë nga që jemi edhe në botën e digitalizimit, do thoja janë rrjetet sociale. Mendoj se sa më shumë ne të tregojmë për këtë lloj bashkëpunimi që jemi duke e bërë dhe se shteti mund të funksionojë si shtet multietnik, dhe fakt është gjë e mirë që ne jemi një shtet multietnik, mendoj se sa më shumë të shpërndahen video postime, projekte të përbashkëta që suksese të përbashkëta. Mendoj se aq më reflektuese dhe më motivuese është që t'u tregojmë të gjithëve se puna në grup bëhet dhe në fakt është një kënaqësi të bëhet edhe është një gjë e mirë. Dhe mendoj sa më shumë të shpërndahet, të thuhet dhe të përmendet, mendoj aq më shumë do merren edhe iniciativa edhe nga njerëz të ndryshëm që të përbëjnë suksese të përbashkëta, patjetër. Të marrin atë motivin mbas ose atë guximin që po mendoj se motivi ekziston. Motivi ekziston, prandaj them se mënyra më e mirë është të shpërndahet sa më shumë, të shifet sa më shumë që edhe motivi të rritet. Do të thonë të frymëzohen njerëzit të bëjnë të njëjtën gjë, siç bëjnë ndoshta studentët, siç janë duke u menduar të bëjnë studentët. A mendon Gajur që zëri i të rinjve ndjehet mjaftueshëm në vendin tonë në diskursin publik për tema të rëndësishme mbase për të rinjt, qoftë punësimi, qoftë zhvillimi në arsim apo pjesë dhe fusha të ndryshme që prekin të rinjt? Fatkeqësisht mirajet mendoj se zëri i të rinjve nuk dëgjohet aq shumë përderisa i përket debateve publike, qofshin ato për arsim, për punësim apo për të ardhmen e të rinjve. Ne shpesh e dim se vendimet merren pa u parë shumë perspektivat e një studenti.
Merren vetëm sipas kalkulimeve të disa personave mbas e tjera. ata që marrin vendimet dhe mendoj se ndoshta nuk na jepen ato hapësirat reale, ato hapësirat e mëdha ku zërion mund të dëgjohet, ose ndoshta se thjesht zërion nuk deporton deri tek ata që marrin vendime. Po absolutisht unë nuk e shoh këtë si një mangësi, si një gjë e keqe, sepse kjo nuk do të thotë që studentët nuk duhet të hyjnë në për iniciativa të ndryshme dhe të shfrytëzojnë çdo mundësi që ju sillet atyre që zëri i tyre të dëgjohet. Ka shumë platforma sot që studenti mund të marrë iniciativë që të bëjë të pamundurën, ndoshta nëse ka ndonjë problematik që do ta thotë ose do ta shpërndajë një ide. Ja shembull ku kemi podcastin, një podcast i mrekullueshëm, ku ju vërtet u jepni një hapësirë studentëve të flasin çfarë të duan, të ndajnë idetë e tyre dhe do marr shembull edhe revista studentore, siç thash, një vend i rehatshëm, një vend komod ku studenti mund të flasë pa filtra, pa cenzurë, pa frikë, më kryesorja që është të flasësh pa frikë, dhe të thuash atë vërtet se çka mendon. Dhe mendoj se çdo mundësi që studentët duhet të shohin, duhet të marrin dhe të luftojnë deri në fund që zëri i tyre të dëgjohet, apo ta çojnë deri në fund atë se çka e kanë për ta thënë. Sepse mendoj se vetëm kështu arrihet se zëri jon të arrijë deri tek ata që marrin vendime. Sepse nuk mund të themi nuk merren parasysh perspektivat tona dhe mos bëjmë asgjë ta ndryshojmë këtë fakt. Mendoj se sa më shumë studentët të flasin, të merren me këto lloj çështje, aq më shumë ndoshta edhe zëri jon do të portojë deri tek ato që i marrin vendimet. Të jemi sa më shumë aktiv dhe shumë larg pasivitetit mbas. Patjetër, normal, aktiviteti është ajo cila bën edhe ndryshime të ndodhin. Qofshin ato të vogla, qofshin me hapa të vogla, po ndoshta që sjellin edhe ndryshime shumë të mëdha. E kuptoj. Gajur, diçka për fund, nëse do të kishe mundësinë të kishe udhëheqje në një podcasti si Open Mic ose mbase shumë herë më i mirë se Open Mic, mund të na japësh një mesazh, diçka për të rinjt, për studentët që po na dëgjojnë në një këtë periudhë mbase të ndjeshme të shoqërisë tonë? Në fakt, unë do ju thoja të rinjve gjën më kryesore që mos hiqni dorë kurrë nga zëri juaj. Sidoqoftë situatat në shoqëri, sadoqoftë që të ndërlikuara janë, mos hiqni dorë nga zëri juaj, mos u friksoni të flisni atë se çka mendoni dhe kur mos ndaloni të ndruarit dhe të punuarit për të ardhmen që ju e shihni veten. Dhe për së fundmi, juve ju përgëzoj për një podcast kaq të mrekullueshëm dhe nuk besoj se do ketë ndonjë hapësirë më të mirë se kaq që mund të udhëheq. Jo, vërtet besom. Është një vend i mrekullueshëm ku çdo studenti t'i jepet hapësira, të flasë për shumë lloj tematikash, dhe më kryesorja që është edhe që mua më pëlqen dhe unë vetë mora guximin të vi, është se je i lirë, flasish çfarë mendon, pa frikë, dhe kjo është ajo e bukura e cila bën një platformë të vlefshme për një student. Vërtetësia e medias. Vërtet, për këtë ju përgëzoj. Faleminderit shumë, Gajur, ishte shumë kënaqësi që ishe sot pjesë e jona. Faleminderit shumë edhe juve për mundësinë dhe ishte një kënaqësi gjithashtu edhe për mua që jem pjesë e portalit. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Dashur miq, kështu erdhëm në përfundim të kësaj bisede. Shpresoj shumë që ju të keni ngelur të kënaqur dhe t'ju ketë shijuar, patjetër po aq sa neve këtu në studio. Ne do të takohemi përsëri të njëjtën e ardhshme në të njëjtin orar. Deri atëherë, mirëmbëjtje.